Dashur shikues të podcastit Litoral 12, jena me episodin e radhës. Para se më vazhdu, një falëndrim special për sponsorët tanë, Xcoins, Uidea dhe Taktika. Sot afër meje nuk kam tifoz, në fakt na tifozojnë na këtë futbollit, po afër meje është një profesionist, një ish futbollist, një trajner edhe një analist shumë i mirënjohur. Afër meje është Arben Zeqiri. Ben, faleminderit për kohën. Knasi blek. Kom prit moti me të pas, e vlerësoj shumë që erdhe dhe kena shumë çfarë më fol. E di, edhe me knasi kom ardhë për arsye të obligimeve jo edhe një angazhimeve që kam në televizionin tjetër edhe me mirë kuptimin e tyre kom ardhë me shumë knasi të. Panellën e Realit e pasë, kështu që po të klasifikojmë si tifoz i Realit, megjithëse je normal profesionist i fushës. Nuk diskutohet, po këtë jemi tifoz futbollit së pari. Si kjo është, po. Mandej Tona jena analista, trajnera, kështu që çfarë thonë më vonë atë në komisjon. Gazetare kështu me radhë. Fik. Ben, po du me niste çka ndodhi në Champions League, se tash aja farë euforia me Kosovën na kaloi, s'po du mi atje njerë, se jena mërzit shumë. Kam qenë dilema marrë me fanit Kosovës atë radhë. Hala, s'kom mujt me shy një lojë plot prej që ka Kosova, pas atë që qyra Real me Bayern, se diqësh na kalon. Po, çush e pave lojën e parë Real Bayern, dhe më thonë, a ki prit mas pari që fiton Bayerni, po dihet që është në formë, na shta klubi ma në formë botë, po a ki prit që humb. Klasikja e Evropës. Prej 91 shikoj futbollin, prej 88 kështu jam i rregullt, po prej 91 moj mend sfidat e Bayernit me ekipet e Evropës. Sanchezi atëra i sulmuesi. Nuk diskutohet me Steaua në Bukureshtit e me këto ekipet e fqinjve tanë. Pa. Bayerni gjithmonë është i fortë. Edhe nuk e mbaj mend kur Bayerni nuk është i fortë. Kur të konë krizë diqër, aden. Gjithmonë është Gjithmonë, edhe kur ka up më nderë. Pra, Bayerni është institucion i futbollit edhe që 35 vite që ndjek, është ekip top nivel evropian. 8 më të mirat është gjithmonë, 10, 12, 6, 4 shpesh edhe fiton Championsin e dim. Pra, Bayerni është gjithmonë i fortë, Reali ka pas ato rënje ngritjet e saj, si çdo ekip tjetër, po megjithatë është në vetë krijon e futbollit evropian. E komprit që ka më qenë vështirë, edhe e komprit me humb. E ki prit me humb. Zakonisht vendas Reali. Me humb prej Bayernit nuk është marrë, as prej Barcelonës. Goxha është dominues. Liverpoolit, ekipet që kanë nivel në Evropë, edhe që kanë mrit, domos të anglisë në shekullin 21, pra e kanë dërgu futbollin në nivel krejt tjetër. Nuk diskutohet Reali, Barcelona, Bayerni që gjithmonë kanë qenë aty edhe e kanë bërë futbollin tash jo veç mënyrë jetese për secilin prej neve, po edhe diçka shumë të veçantë për secilin prej neve. Moment për marrë këtu, mu knaq, mu pa ndërmjet nesh, pra ndër të nura komunikimin mes popujve dhe e kam bu biznesin ma rentabil në botë, jo rasisht. A menon që ka shpresë për ndeshjen e kthimit, tash kuptohet, është ajo fraza e famshme që 9 minuta janë gjata në Bernabeu. A ka shpresë që në të gjata edhe në Allianz Arena, po menoj Reali nuk është që se kanë poshtë Bayerni mysafir, e pa poshtë në 2018, 1-2, e pa të eliminuar në 2017, 2012 pa të humb, 2007 pa të humb, 2009 pa të humb. Do të thonë kanë shumë përplasje, po kryesisht Reali kon fitimtar prej 2012 deri më këtë vit çdo vit që janë taku, sa herë janë taku ka Reali. Po. A ka shpresë për ndeshjen e Realit? Patjetër, nëse dikush e rikthen rezultatin është Real Madrid. Po, sidomos pitërin që kanë marrë ligën Champions League. Është vështirë për arsye të formës që ka Bayerni, edhe të aspektit psikoemocional negativ ose të keq që është Reali. Ka humb La Ligën. Sepse e ka humb La Ligën, e ka humb edhe. E ka humb La Ligën? La Ligën e humb. S'ki shpresë? 7 pikë minus. Edhe më mirë që e ka humb. Ka përballën me Barça. Për arsye se vedati jon shkëlqeu, edhe ja mbylli gojën këtyne ekspertave tonë. 2 milion, 6 milion eksperta jemi na. Po, ja, kena shumë. Pra, vedati e la pa titull Realin, kjo është e kryme, unë nuk dyshoj. Reali si vetë ka humb ligën, e ka humb edhe kupën më parë, edhe i ka mbetë vetëm në Champions League. Ka humb 1-2. Për fajet të Arbeloës, tash kemi më këtu atje pak. Fajet të Arbeloës? Po, s'luhet me Arda Güler edhe me Pitark kundër Bayernit. A pa tjetër opcion, po mënoj? Pa tjetër. Ka paso lëndime? Kamavinga, Bellingham kesi gjithë si lëndum? Po pra, por, si dë që tjetë, Bellingham me fizikun e ti, kish garantu ma shumë duele, 2 luftime të fitume, kish garantu ma shumë intenzitet, edhe një burnim atë madhe në lojë, sepse na nuk kemi pas as duele, as pasime, as shpejtësi, as driblingje. Me rast të kon, edhe Reali ka pas. Mondi ka mbrojt në jere, e vërtet i ka kriju Reali, ekipi, por Pitark edhe Arda Güler, ndeshje burra s'mujnë me lujtë të dytë. Po thujen ka fizikë, po ka mentaliteti. Dyat. Qa ka bu me Kosovën Güler, asgjë.
Një pasim krejt. Pasime kështu në vijë që ka pas. Jo vertikale, horizontale që kanë qenë parazikshme. Çashtu që zhlun Güler në Bayern që kam thonë edhe më parë, është vështirë me prit prej tij diçka rendiment. Edhe në Real Madrid zakonisht nuk ka qenë lojtar të më ardhë mu promovu. Mu bë lojtar, kanë ardhur lojtar edhe më prit kontributi rendimenti tyne. Bellingham vitin e parë ka bërë All-in kampion. La Ligës dhe Champions League. Thonë Güler s'ka vend një lloj që startuesi për të Real. Në fillim kam thonë, 4-5 lojë e para me Alonso. Reali si vjet fiton kur gjë. E para. E dyta edhe shumë Adrian më kanë hudhur mu. Unë jam Adrian për 95. Në problemet aton nga Alonso, ndrimi gjeneratës edhe sidomos pika kryesore e mungesës është Kroos dhe Modric. Nuk ndërtohen lehtë ata. Je mërzitur ndoshta që kanë dalë dytë për herë. Ata kanë qenë truri i sukseseve të Real Madridit prej 2014 deri më tash. 10 vjet me fitu 6 herë Champions League-ën e kanë bërë veç ata. Tandemat mirë. Ata dy, Kroos dhe Modric, truri i futbollit bashkëkohor të Evropës kanë qenë ata dy. Ata lojtarë nuk zëvendësohen lehtë. E kanë komplementuar njëri tjetrin, po Modric konë ma playmaker, Kroos jo konë ashtu. Pa krejt ka shumë Reali, ju e dini, është je Ancelotti, ka ardhur Zizou, ka ardhur. Ka edhe Cristiano Ronaldo dhe prapë morën Champions League. Ramos, Varane, krejt u larguan. Marcelo, Benzema, të gjithë, morën edhe pa to. Të gjithë, edhe Bale edhe Benzema dhe prapë fituan Champions League, sepse edhe dini çka lut Kroosi. 10-15 orë, jo më shpejt. Jo, apo kështu. Inteligjenca e tij taktike edhe qarkullimit topit e autoritetit në fushën e lojës e ka bërë vetë. Unë e kam pa live. Këtash 2 vjet. Bayern Real Madrid në Münih me Arlin Sadikun bashkë, përshëndes. 2-2 që da, po. Po. A dini si ka luajtur Toni Kroos? Çdo moment kur sulmonte Bayerni lart, bënte presion me marr topin, edhe ja arrinte gjithmonë. Musiala ishte në top form. Nuk arrinte me ndal as Valverde, as Bellingham, as Camavinga, as Tchouameni. Vetëm Kroos kur e merrte topin, Musiala e shikonte çfarë po bën. Nuk guxonte me hy. Te gola e Vinicius është Kroosi që i tërheq dy mbrojtësa dhe Vinicius e bën atë golin. Pra, Toni Kroos nuk zëvendësohet lehtë. Luka Modric nuk zëvendësohet lehtë. Dhe lojtar kalibrit të tillë që me njëherë e marrin barën mbi supë dhe ekipi frymon ndryshe dhe ndryshe shfaqet në fushën e lojës, nuk ka Real. Dhe ç'kjo është mungesa. Kush mund të zëvendësojë Kroosin apo Modricin? Njëri. Unë e kisha marrë veç Vitinjan. Okay. Vitinja. Rodri, mos është i vjetër tash, po Rodri, Enzo i Chelsea. Jo, as Enzo. Nuk janë tip. Për mendimin tim tash. Po, normal. Mos të më gjykojnë. Dikon kanë me bles, sigurt. Është shija ime. Po. Vitinja është i vetmi që ka shmujt Realin me rikthy në ekipin që duhet me kon Real. Edhe nuk ka që në rreth shkancë, ka fituar gjithçka me Parisin, me shkuar me dy shloks. Por në Real Madrid secili jam i bindur që aja e ka ëndër me shku me lut ose në Barcelonë, ose në Bayern, se janë ekipet nivelit. Kjo nuk diskutohet. Pra, unë mendoj që nëse dikush mund të rikthyj rezultatin është Real Madrid me disa ndryshime në përbërje, me Mendy që po përfitet që ka mu kthy. Po thu Mendy mundet me nal Olizena. Ferland Mendy 15 duele me eliminim në vitin 2022 dhe 2024 në Champions League nuk e ka kalu asnjë kundërshtar. Olize, ndohet komisar. Por Olize ende s'ka fituar asgjë. Mendy ka fituar 2 qampionë. Po. Dhe çaj bagazhi që aty e bën dallimin. Na kem shumë më mirë. A di suvretit që s'ka përvojë me trofeja. Nuk diskutohet. Por Ferland Mendy është tjetër nivel. Po dy francezë në defanziv, sidomos ato s'mundet me kalu askush. Mbappé para 2 viteve në Europian ka thënë gazetarëve që është vështirë ato me pas stërvitje. Sepse s'mundet me kalu kërkosh edhe kur s'ka luajta, e dini? Se ka shtitë shumë. Ai lojtar që me kalu s'mundet kërkosh. E çatu kemi vujt më shumti. Olise na ka bë më shumë probleme, na ka kriju raste, e ka pasu topin aty te Harry Kane jashtë, nëse kujtohet që ju hini. Si në autostradë këtë vetë ti kalu, Pitarkun, Arda Gülerin te veç gjys metra zëm, brapa kalon çu dush. Pra, në çdo detaj te vendosja taktike edhe te posedimi i topit, sidomos në mid block, kush e merr përgjegjësinë me majt topin, unë mendoj që Bellingham edhe Valverde din me bë mirë ato, kur e kanë brapa, po përfitet Hajsen me lut në vend Kamavingës, i cili ka performuar keq. Po, si me short defanziv, 2 përpara Bellingham edhe Valverde, edhe me gjas përpara me qenë ose Pitark ose Brahim Diaz. Hateni para që kemë. Reali ka me luajë gjithçka ose asgjë sepse nuk guxon më poshtru. Dhe Reali 2 vite rresht mos më fitu as Champions, as La Liga, ato ndodhin në termat. Pra, Real Madridit nuk duhet me stërvit. Xavi Alonso e ka stërvit Real Madridit, nuk e ka menaxhu. Duhet menaxhu, po, kështu po thonë këtë. Kjo është realitet. Rezultati sipas teje para se më shkute desha tjetër. Bayern Real Madrid. 2-4. 2-4.
në kohë rregull, se po gaton shtesë punë më shku. 2-4. 2-4. Goxha konstatim, goxha për ashikim. Ben, po dalim pak të ndeshja tjetër sepse ka shumë polemikë dhe po duam të ditë këndvështrimin tonë për çet temë. Barça Atletico 0-2. Pi folim 2 raste. Jo shumë gjasat për rikthim, po 2 raste që unë po duam të ditë shumë për teje. Rasti i parë ke kartoni kuq i Kubarsit. Më thonë e moment që shke situata që e preki pak në shpinë, pa lëviz. Lojtari i fundit, s'ka që ofër Thierry Henry tha që jo do mos do ke lojtari i fundit sepse ka qenë distancë e madhe me golin. Mu për veti mu do që ke prekje shumë e lehtë. Edhe kur po kthehen videot rastet në inqizim, në xhirim të kadalsum, po dalin shumë dramatike. A mendon që u zbut shumë futbolli. Ka një gjaka thëj ke, come on guys, this is football, not ballet. A mendon që është shumë mirë ka thonë. Futbolli është lojë e burrave, lojë e gladiatorëve, aty ku lufton edhe njëri ka me fitu, tjetri ka me humb. Një prekje në shpinë me jap karton të kuq. Unë e dua atë futbollin e lloçit, baltës, dueleve, sakrificës, grithave, gjakut. A ka ndiku varë, ka ndiku varë, futbolli o zbut shumë përgjithësi. Futbollin e ka bëu shumë të lehtë. Çdo duel e keni pa në shumë Superligë të Kosovës, atë. Pse s'ka intensitet edhe ritëm, se çto faullat e lodhta të kalon gjysmetrave që ka për dorë faul karton. Ka tendencë për lojtarëve mu rrezu sa më lehtë me këtë varë. Çaj rasti Kubarsit ke diçush. Për mua nuk është karton i kuq. Unë po flas për vete si një ish futbollist, jo si ekspert i referimit sesion. Faul i lehtë, faul është s'diskutohet, karton i verdh. Lojtari i fundit rregullat e ke pa, shumë interpretojnë çdo 2 javë ndryshojnë. Çto kanë ardhur, si këto rregullat e policëve në komunikacion. E ke pa? Po. Katastrofë. Domethënë futbolli është i burrave çu ky. Edhe për mua sudosh me dallon të kuq. Ani pse jam tifoz i Real. Do është 10-10 çerek finale, le futbollin e të luhet. Edhe ndryshe kish fry mu loja 10-10. Jo, pra ta mendoj që nëse është një rast kartoni kuq, o të kof minutë parë japit kuq. Po jo, kjo shumë e dyshim. Rasti tjetër është hala më interesant, edhe është diçka e rrallë. Po mendoj rasti kur portieri i Atleticos pason te Pubil, te mbrojtësi, domethënë e ka herë në dorë, pason në kom, mbrojtësi e prek me dorë që më andrej stopin. Tash me rregulla, ajo është karton i kuq. Tash këta anglez po thonë, ta analistat po thonë common sense versus law, në kuptimin që konteksti o konë që s'ka pas rrezik për shkrues së Barcelonës me marr topin. E law rregulla është që automatikisht si ta prek topin me dorë është penalti. Tash debati është a duhet gjithçka më ky rregulla në këtë aspekt? A kon penalti edhe karton i kuq apo jo? Do të thonë loja kon të vazhdu. Portieri e kap topin, e lçon tok, ja pason mbrojtësit, mbrojtësi e kap topin me dorë. A është karton i kuq ajo? Po, për mua është. Po. Barcelona veç ka çuan kes. Unë jam kundërshtin e rregullave të referimit që po ndryshojnë çdo javë. Po. E ka prish futbollin. Vet Luka Modric ka thonë botrorin 2018. Atë kujtohet. Po. Varë futbollin. Pik. Lam tu e ka hupe emocion. Unë jam pro teknologjisë. Pre 3 minuta, a është gol, a është faul, a është penal. A vete? Ma keqja kur po gëzohen tani pyet. Kjo është. Po tani edhe po gëzohen dy fish, tani era po gëzohen për gol, tani era për var. Veç vite, unë e mendoj u dosht me çan eksperimental, me testu edhe në botë çush refleksionin e varet. Në Gjermani një vit më herët po. Ishte në vitin 2022 në Champions League për të parë, kujtohet. Po. Kur Reali me vari mujt i kret, ekipet angleze, kujtohet. Chelsea-n e Parisin, Chelsea, Liverpoolin, Liverpoolin final. Pra, keni vjet në rregull, në rroje tash, edhe lam të mirë. Po ama mu nuk po m'pëlqejnë këto rregulla. Puna definitivt. Edhe pak kush futbollist, edhe në Kosovë që i takoj, futbollista që kanë një karrierë, nuk janë rregullat e varit nuk po t'japin emocion më. Emocioni ka ra, edhe u bë futbolli atë ngjysh. Si artificial. Nuk ka që s'mundet me u rikonsideru në kjo, adin mu hek komplet jo, po jo të gjitha bash, strek detajese. Po ben po kalojmë pak. Tana po ka standarde dy fishta. Po, jo. Për dikon non, për dikon njerëz nuk bën. Mos prekje me dorë. Nuk bën. Kur s'ka më ditë kur është handball, kur s'është. Çfarë? Po prekje me dorë. U bë më i madh, u bë më i vogël, atë ato rregullat le, po zot. Ben po dalim pak të do individ, se je Marakli edhe çuçi di djali yt programin Zidane. Po, me mua është dik. Po. Edhe kthy. Po du me të fol, po pak me të pyet për Zidane. Unë kam rrinë tani 4 vjet me pa. Që kjo lidhje jote me Zidanin, a ka nis me Francën, 98 botrori, a ka nis 2002 kur është shku në Real, apo thjesht ka pëlqyer kur nis me çu futboll dhe e lidh me ta? Prej 95 për cellë Real Madridin. Edhe ka pas tentativa, Realin atë kohë ishte Raul Isa pa debut. Po. Më pëlqej e majta e tij, Luke Davor Shuke pak për Realin, se të kujtohet atë javë për Sevillas, kolla shun si më i mirë ka qenë atëre. Edhe flitej që do të vjen një lojtar shumë i madh francez. Nga Bordeaux. Girondin de Bordeaux. Edhe
lunë me të majtën me djatën e përshkryshin gazetat, atër gazeta ka pas si farë. Video, po. Edhe Zidane, okej, shkoj Juventus ai 98. Po, çfarë të fiks, po. Edhe në finalet Championsit Reali lunë kundër tij e fiton 1-0. Reali se ka fituar Championsit 32 vjet. E fiton atë vit. Mijatović. Edhe e shoh Zidanin çysh performon. E majta e djata nuk e dishte me cilën po lunë. Atë rulletin që i thojnë Marseza. Po, që e kthen kështu. Mbi top që e bëni vetëm i masë. Ky e ka qitë, po. Edhe krejt tjerë mandej e bojnë, pastaj po, kjo është ti ka met. nishi. Prej atij viti, une futbollin e shota na jo vetë si tifoz, une kom lujt fëmijët, do mund si tona që kemi lujt daf me patika pa patika para luftës, edhe e kom idolizuar në mënyrë këtë futbollist. Zinedine Zidane. Ka pas shumë të tjerë, Roberto Baggio, 94 në masfarë grup. Po, patrori, po. Por, thash për 88 Hollandën, Rudgullit, Van Basten, Rijkaard, por prej 98. Zidane ka merë kështu si. Zidane për mua është numër 1, edhe futbollisti Zidane për mua, edhe Ronaldo fenomeni, edhe Ronaldinho për mua nuk ka sot. Edhe s'besoj që kemi më po mos, ata kanë qenë artist pas. Zidane në ki top gjithçysh. Zidane është top për mua. Për mua është numër 1. Numër 1. Hiç s'ka të Më thonë qëta që kena shtu Krejta janë të mëdha. Pele, Madhështor. Cruyff, Maradona. Futboll mu më ka përmbush vetëm Zidane. Zidane, po. Messi nuk diskutohet, Cristiano, Cruyff. Dalim aty më vonë te keni për mua Zizou, njeriu që më ka shti me dash futbollin. Është personifikimi yt për futboll në një fjalë. Për krye personazhi i rinis tam. Jo më rrit me to, e kom përcjell tan kohën kur ka ardhur Real, unë s'di ç'e kom përjetuar të gzën. Shkurt 4 vjet, po çat Champions League e mor. 2001, 2006, 5 vjet ka. 5 vjet, po, bravo. Fix 2002, vitin e parë që ka në Real Madrid e ka fituar Champions League me atë volley. Edhe u kon transferi më i shtrejt në botë. 72 milionë. Domethënë, s'kam çam me fol për to se më hub fjalët dhe oratoria. Ajo është për mua. Çfarë shumë Gidar tha që e kom dashur edhe du edhe kom do. Ç'është. Nuk diskutohet. Pra, për mua. Errollo çka goxha Zidane emrin. Zidane. S'moj me fol shumë për Zidane. Është dashur pas mundsi, ai menditi që është pak për ty e për djalin, që është se na shta ka me emrin Zidane, po. Me Arlindin sa kemi shku në Madrid ose 4 herë ku ka luajtur Realli kemi qenë me Arlindin bashkë, më ka marr Arlindi bashkë me to, e falenderoj nga zemra, ai e den shumë mirë. Edhe qëllim e kom pas me taku Zidane. Por atë botë s'ka qenë trajner i Reallit, për 21-2 e këndej. Po, mas të finitis. Kom fillu me Arlindin me u thu, nuk ka qëllu asnjëherë të ndeshjet e mëdha të Reallit. Aty, në Bernabeu ose ku jemi konë, në Munich ose në Frankfurt ose në Paris finale në Helsinki, gjithashtu në Superkupën e Evropës, nuk ka qëllu Zizou. E kom taku Perezin, Butragenion, Modricin, kom fol me krejta. Bashkë ata që ki dashur. Edhe me Pintusin gjithashtu, edhe kom tregu kush jam, Gavi. Pse kom ardhur, qëllimi jam kryesor ka qenë me taku Zidane. Edhe nëse takoj ato kur më në stadium s'kam qef me shku. Veç ku luan Kosova po. Po normal. Ku luan Kosova. Pikën me. Kam qef me shku patjetër. Ama dura me di diçka për Zidanin star sepse është temë që e nuk e kam taku Black. Po besoj që kam taku. Besoj. Edhe s'dorzona pa. Çfarë pyetja jam është për çto. Shumë njerëz në fakt nuk është që bëhet kur temë që kanë futboll. Zidani kuptohet të kon asistenti i Ancelottit. Bëhet trajneri i Realit 16, 17, 18 fitoi Champions League-n, 17 fitoi Ligën. Ele Realin, kanë rregull respekt, i fitoi krejta, din çfarë çamë dhon mua. U kthy prap 19-20, e fitoi Ligën pandemi. 20-21 nuk fitoi kur gjë, Chelsea pa të eliminuar man, edhe la. Unë çka jam shumë çuditna, është ç'është një ikonë e futbollit, një legjendë e futbollit, e ka veç atë comfort zonën veç Realin me menaxhu. Tash po ka fjalë që me gjas ka me zëvendësu de champion në Francë, po ç'ish është ti si dashamir i madh i Zidanit, që s'ka shku kur në asnjë klub tjetër. Për shembull Juventusin e ka pas ekip në shtat zemrës pas Realit, shkoi kur. E ka lyp Manchesteri me gjas, po thonë puna gjuhës. Po. Edhe Parisi. Veç në Real Madrid, pse? A dini pse? A është tut, s'besoj që. Jo, apo thjesht Zidane tut. Po çfarë po thon? 98-ën e fiton botrorin me Francën për atë parë. I vjen futbollit, 3 herë Champions League-n e ka fituar. A dini pse? Sepse është zotëri i futbollit. Që thej ai shoku ta ndini ku Zidani sot, kur ishte me Guardiola. Ku Zidani? Zidani Andini bën show s'ka lidhje. Ku Zidani? Pse mos? Zidani është apo tu se e prish trashëgimin që ka fituar Champions League. Po. Ai nuk hyn, ai s'punon për para. E keni pa? Po, jo, tamam punon. Pra, ai ka gjithçka, i ka 4 djem që luajn futboll krejt. Është i përmbushur, ka qenë kampion bote me Francën, kampion Evrope, topin arte ka fituar 2006 në lojtari i botrorit, po. Botrorit të shpall. Grand i shpall të gjithçka në botë çka ka dashur me fitu e ka fitu. Dhe nuk shkon me punu veç t'jam punëtor, apo kupton? Sepse
është zotni. Zotni ka qenë edhe Franz Beckenbauer. Atë kujtohet. Ai Bayern në Gjermani në pa trajnu. Pik. Pra, edhe kjo pra, në Francën. Këshiret e anglez, francez, gjermant, a bojnë gafe që shbojnë këta latinoamerikanët. Edhe në jetën personale familjare. Ja, Zidane këta janë zotëri. Zizou është zotëri. Zidane ka njëve, tash po. Çto detaje, çto detaje ato e bëjnë të madh pa krahasueshëm edhe për mua zotëri të futbollit. Domethënë, pra nuk shkon kudo. Veç në Francë tash, trajner. Unë mendoj që veç në Francë. Edhe unë Perezit i shakon Perezit, çdo ndeshjet po. Pas luajës me Cityn. Okej. Kur hupi me Mallorcën, sidomos. E kisha ftuar çdo 5 ndeshje me udhë hiç. Okej. Veç Zizou kur futet dhomat e zhveshjes, apo çfarë thot Bale. Nuk ka filozofu stërvitje. Veç ka menaxhu. Aty do të menaxhim. Çka kemi menaxhu Ronaldo, Benzema, Kroos, Modric. Kemi motivu me nxjerr për ti më të mirën, kush e nxjerr pos Zidane. Zidane, po. Krye personazh futbollit botror. Autoriteti kur hyn në dhomë diçka. Kur hyn në dhomë zhveshjes krejt lojtarët emocionohen. Domethënë pelojmë që Zidane nuk tutet me trajnu klube të tjera, thjesht me Real ka kry, tash i ka metë Franca. Franca se 10 vjet. Francës ja ka borx krejt këtë famën që ka fituar, se si një algerian s'kish mujt me arrit. Absolutisht. Po është mirënjohës edhe nin vetën të obligum Francës me kthy. Edhe merrni generat goxha të mirë, pse u bën kampion botën 2018, tash si dihet ç'a bojnë. Pika fundi për Zidane para se më dal tjetër është, kuptohet, rasti 9 korrigi 2006. Materazzi në gjyks. E dim çka ka ndodhur, kjo është temë që 20 vjet, që është marrë mend ti çato moment, kanë ke qyr botrojnë, këtë kanë qyr. Kreti kanë videokaseta, atë s'ka pas. Që ekip për jetu. 98, 2002, 2006, çdo paraqitje madhore të Zidanit unë kam videokasetë në shtëpi. Kur të vesh te onë, ndom ke. A ki fajsu Zidanin çaty? A ki kuptu? Patjetër sepse ndikoj me humb finalen. Megjithëse kon vazhdim. E qartë, vazhdim me penallti mandej. Trezeguet humbi. Kish boz Zidanin ashtu. Po, qartë. Kur del ai moment ka qenë i rënd sepse përmbyllte karrierën me Kupën e Botës dhe i fundit karton kuq. Por më pastaj kur e dëgjum arsyen pse ka ndodhur ajo, nëse të kujtohet 70% një sondazhit në popullit francez, që ajo është emigrant aty, ja kanë fal, sepse ka gjëra më të rëndësishme se një kupë bote të cilën thotë e konfituar. Ama unë spajtona ashtu vëllai. Edhe unë spajtona, por para se me qenë ai futbollist më i mirë i botës, është çai që është. Po si shkon më mirë, me poshtë në më shku mi thonë të fytyra. Fal tas po. Në atë moment s'mundesh më mend. Po, ai qartë, momenti i ndeshjes tension. Tash një detaj e ndryshon rrjedhën e ndeshjes. Mos ta marrësh më atë gollin me Turqi, na kishim shkuar botrorit. Ama ka shumë raste në futboll kur ka pas shumë përplasje, për shembull Beckham ka me Simone në atë rastin e famshëm, ka lojtar të tjerë, unë që kom pa, kom lidhur Materazzi në intervistë me Ferdinandin, s'kan fol kur më. Është një statuj që kanë bë, nuk e di ku është ajo statuj Materazzi me Zidanin në momentit. Materazzi ka bë foto para statujës dhe me sa krenar, Zidani asgjë ka përmend Materazzi. Ka folë intervista në fillim, çka ka ndodhur? Mo kur më. Njerëz të vegjël e përmendin ato. Është momenti i tij më i keq që ka rresti, që tani jetën e brin. E do të më bëj madh edhe mos më përmend. Ai vetë bëhet i madh edhe se përmend se një jetë i turpruar edhe keq. Se nuk një jetë mirë që ka u finalen e Kupës Botës për shkak të tij. Por kjo është futbolli, edhe ka gjëra më të rëndësishme se futbolli. Është dinjiteti, identiteti, edhe të qenit çaj që je. E Zizou, çdo gjëra bën të madhe krit çdo që volet. Se marr as Real. Breti Zizou. As Manchesterin, as Parisin i kanë dhënë e ki Dbard, shkruaj ç'a dush, çmimin, futbollista, kompedon, krejt botës. Edhe s'ka shku në Paris. Ju e dini shumë mirë sepse është nga Marseille. Po, nga Marseille. Dhe unë rival të përbetuar ata, të përjetshëm. Edhe nuk i çet hijet keq e vetes, sepse ai është Zidane. Edhe çdo gjëra më kanë shtime pastaj me dashur edhe më shumë se sa kur i ri ose fix. Tash ku janë ato lojtar duhet të vazhdu. Është këto edhe Zidane, po njerëz të tjerë. Do përgjigje si të shpejta, po për secilin përgjigje që thu emrin e lojtarit, një arsye ose dy sepse më nën ashtu. Shkojmë me të parën, që është e pa evitueshme. Një emër edhe dy arsye. Cristiano. Okej, hajde dy arsye tua. Vesh mos u gjej tifoz i Realit për Ronaldon. Apo e ki këta për ligë. Për ligë e ki këta garant. Jo, e kam dy arsye pse Ronaldo. Sepse është punëtor i madh, edhe e dyta ka vazhdimsi. Prej 2004, kur ka debutuar me Portugalinë Evropian, ndeshjen e parë nuk e fut trajnerin, dytën e fut pjesë dytë, po, edhe nuk e hiq më për ekipës, pra 22 vite po flasim, është në kulm. Faktori kampionat botror që ka fituar. Karakteri, personaliteti. Ndikon botrori diçka për madhështin, apo e merr si vjet Ronaldo. Për arsye të shumë gëzimeve që më ka dhënë musi lojtori Realit, normalisht që e zgjedh këto sepse a nuk diskutohet. Messi dhe Ronaldo
janë nga planet tjetër. Edhe jemi me fat që kemi po të lutem. Edhe vetë ka potencuar Leo. Jemi me fat që. Ama Ronaldo çfarë se thot vetë që bën aki po. Nuk e thot se Messi e thot ajo është më egocentrik Cristiano. Shumë egocentrik. Më i dashuron vetveten. Nuk është altruist sikur se Messi. Po ajo është pak. Është shumë egoist, nuk diskutohet, po për Po, që ja ka po mua hajër, është shembulli më i mirë që është një lojtare mba 20 vjet vazhdimsinë me qenë top nivel botëror. Ajo është po. Që kjo është arsye. Edhe këta ekipa. Ho. Totti Del Piero. Po shkojnë. Dy t'i kinë qef shumë, ha? Vështirë me zgjedh. Unë e zgjedhi Tottin pak, po. Për Itali u konë arta Del Piero ma. Ma i kompletu më Totti. Po kondi që ka kreatur edhe. Dyja faza. Po na e dhonë këta Juventusit gazin na e dhonë. Edhe ma lider. Ma lider. Del Piero u konë ma artist. Po. Ma shumë e ka përvetësu masën në fush. Po Totti në dyja fazat ma i dobishëm ka qenë, ma lider, edhe për synin e publikut ma i kapshëm. Po. Këtu mos ma ja përgjigjen Zidane sepse e dina, po kallzoma dallimin. Po s'kave kësi lojtar. Dallimin më të madh. Ronaldinho. Spektakli me themi magjin apo spektakli me dyja të bëj kanë të dytë. Ky ka bënë ato. S'muj me ndo këta. S'munesh? Ronaldo, Zidane dhe Ronaldinho për mu janë magjik. Ta dalim 85. Okej, domethënë çtu barazim po shkon. Barazim, s'muj me ndo këta. Po dihet. Ajo është numër 1 për para krejtëve. Ama ky është magjik. Magjia e futbollit. Ky është sa fëmin botë ka shti me dash futbollit. Ka kesh me top. Ky ka shiu futbollin. Edhe krejt tjerë ti ka të bu me kesh duke e shikuar një ndeshje finale 100.000 shikues. S'ka kësi lojtar sot. Kjo është pak ndrofshin tem, kjo është debati më i madh në Angli, që kur s'ka mu kry. Lampard Gerrard. Do e përmenin o Schollsin, po s'po di çfarë. Schollsi më mirë se të dytë. Po thua, çfarë thonë në Angli po? Për mua po. Domethënë o dorto Schollsin këtu, ha? Patjetër. Schollsi është i gjeneratës vetë më i miri në botë. Ma teknik në shtako, ma teknik. Kanë bërë më shumë golla, më shumë asista. Timingun e ka pas nivel më të lartë. Që atje ka këshyrë kë ka pasu. Për ndryshe këta janë fantastik. Gerrardin para Lampardit. Kena të fundit, që në ashtë nuk e para, këta dytë kom rapa shpine, Maradona nuk kam me figurë, sepse për mu Messi dhe Maradona janë dy më të mirë. Unë se kom ri pellën, e kom po Bardeze, Maradona e kom po pak, në 90-ën sidomos, kur me doping. Itali, po. 94-ën, doping tani po. 90-94 që ashtu, atëherë ka që me që fund karierës, veç që ka bu kjo me topin. Maradona, në respekt për ty mbreti Pelle. Nuk ka thoni, ish futbolist në Gjilani ndjerë tash Sali Hasani, që futbolist si Pelle mos bonana. Do me thonë para 7 vite, edhe që ka lutë Messi e Ronaldo. Por për mu, unë e tha Maradona sepse e kom pa të lutë. Pelle se kom pa dhe mu i me qenë subjektiv. Maradona është zdi, për mu është, nëse si shmarë me qka është marë me ato droga problemet e ti, mënoj që ishbu hala ma shumë. Po edhe pse i ka pas ato, është kush është. Krejt jemi njerëz dhe me gabime. Po pa tjetër. Me të meta tonë. Tash folem shumë për lojtarë, po du me pa edhe një futbolist ideal si pas teje. Me thonë ki me zgjedh qoftë Kosovë, qoftë në botë. Futbolist ideal po nisi me këmbën e djathtë. Këmba e djathtë e jote preferume. Ish dash me konë ky që folem apo ai dyat? Apo Cristiano? Jo Zidane. Cristiano. Okej, këmba e majt? Messi. Në kokë ose në ajër, kështu lojtar që është i mirë në ajër. Në ajër. Ramos nështë? Kisha thonë Ramos, 92-47 kujtohet. Me Atletikon, po pa tjetër. Shpejtësi, Thierry Henry. Shpejtësi. Me top pa top s'ka Thierry Henry. Thierry Henry. Dhe mos kulmin e vetë që unë. Magic. Thierry Henry, okej. Leadership karakter. Më thonë dikush që ka prezencë fush, themi, dominant fush. Granit Xhaka. Pajton plotësisht. Edhe fundit është football IQ, kuptohet kjo mençuri. Po besoj që është Zizou. Ky që s'ka nevojë me sek, Zizou, pajton. Do të thonë, po që ka pas inteligjencë, o konë edhe i ftoft kuptimin që s'ka pas nevojë diçka mungut. Pa kvalitar që s'ngut. Edhe vjen shumë mirë që janë çet periudhën që shqiptarë zgjell për leadership. Xhaka është
më i madh shqiptar që ka luajtur futboll për mendimin tim. Patjetër. Edhe nivelet ku ka luajtur edhe kupën banash. Veç me katë që si Rami luajt për Kosovë. Fantastike. Po kjo është i realiteti tash. S'ki çam Ky ka bo 2 herë ka qenë Serbinë shpejt kujtohet. 2018 bashkë. Atëherë na gëzu për Zvicër ta rregzohen për Kosovë. Bashkë me Xherdanin, çast. Kështu që veç na shqiptar të arrijm 3 kombëtare në evropian me dërgum botror. Po, patjetër. Shqipën, po mendoj Zvicrën, Shqipërinë, Kosovën, lojtarët kemi Maqedoni, kërë shqiptarën. Veç edhe një botror na met pas po duam janë. Bën një top 5 të historisë. Domethënë, ose një çap 5 ose ne për të parë më duket pedim, është ajo në Prishtinë, në top 5. E kom pasur librin e Ronaldos, mos ke kuptoni, po ma ka paftuar njëri ligar, kështu që qes më të Cristiano. Nuk më fos Maradona dhe Pellën se si kom rrit të luaj futboll. Po, okay. Po flas prej 95 sot, 31 vjet apo? Po, arsish, okay. Po shkoj. Shumë vështirë është në bu. Parin pedim. I pari është Zidane. Zidane, për okay. Mu është numër 2 3 4 5. Veç për mua është ta. S'ka rëndësi për. Jo, ka njerëz që vlerësojnë. I dyti Pi 5 apo pi 2? Ka dush. Okej. Top 5, i spindoj kështu se më ndosim i vra. Zidane, Ronaldo fenomeni, Ronaldinho, Messi dhe Cristiano Ronaldo. Këta 5 janë për mua. Po më duket i pas kem njëjtë anë pas na Maradona. Unë kam Messi, Maradona. Okej. Duket pa ta thonë kam Pelle, Ronaldo i vjetër dhe Zidane. Kom pa cek diku në emision po marru. Këta 5 i kom po bllek të lut futboll. Edhe e di shokët e mi, gjenerata jam, edhe kudo në botë që shoh shqiptar njerëz, çfarë adhurimi kam për këta 5 lojtar ose këta mu sa më kanë shti me bu me dash futbollin. Pra, unë sa kam luajtur futboll, desa e kam lënë karrierën si futbollist, inspirimi jam i vetëm për futboll kanë qenë këta 5. Po. E Ronaldo fenomeni s'ka më lojtar të tillë, as Ronaldinho, as Zidane, as Messi, Ronaldo. Për shumë Haaland edhe këta Mbappé, Vini e të tjerë, Olise që luajnë një vjet 2 edhe shuhën. 10 vjet e ka mojë Zizou, fenomeni e dini. Lendimet patjetër. Çamë fol. Ronaldinho çashtu, ai ka dhuru show. Pak vjet u ka. Kështu që këta 5 për mua janë ata që 30 vite më kanë lënë mbresat që kur s'kam i harru. Ben çu do që kjo studio kallzona. Fantastik. Kanë ato libra, më thonë që kom lexu, Zidanit se kom fatkeqësisht, s'ka qit autobiografi, fenomenit asaj s'ka pas shumë Cristiano ka një biografi, po ma pat fitu dikush në farloje. Çto po me ta kallzu pak, se më duket e ki për qef. Luka Modric. Duket ta pash telefon diçka. Po çek. Mas çek tani çanë pak. Mas Zidanit, domethënë Modricin e ki kështu në favorit. Mas Zidanit është Luka Modric se e ka dëshmu 6 çempion sa i ka fitu. Njëri më modest, futbollist më të paq, më të pastër, më korrekt. Se që ky problema me gjë. Futbollisti më i trofeshëm i historisë Real Madridit. Çu ky është? A e dini historinë? Shumë. Akon me ta jap librin. Seriozisht. Modrici. Çka skonto, domethënë ka zënë që është kontu shkon Chelsea për pak, me pasun Alama idol. Ka zënë që ka hek gjatë kohës luftës kur ja kanë vrarë gjyshin, kërkon Kroaci. Ka zënë që ka përjetu kur është pall transferi më i dështum, 2012-13 me Realin. Edhe tani ka zënë për pjesën e karrierës më të madhe me Real Madridin, në kuptohet në anën e dytë me Kroaci. Edhe çfarë thot Mourinho, pritni pak se. Pritni se keni më pak kush. Edhe tana për 10 vite e fiton 6 Champions atë që ky Real Madrid. Lojtari më i trofeshëm është kështu. I historisë. Po, domethënë ala. Zyrtarisht. Problemi ja ka luajtur kur veç në Carvajal mundet me ja kalu nëse fiton diçka se po është problem. Pro, si futbollisti për çse po vun Real Madridi edhe për Crossin. Merë libër çanej, o thuju. Gjomani dikon tjetër që ne i thuj. Kudo që është, unë e marr këtë edhe ta. Kush është Venca Modricin ka dhënë ben? Vitinha. Vetëm Vitinha. S'ka lojtar të tjerë në qarkullim. Unë kam pasur shumë lojtarë edhe live, çta. Po lojtar si Musiala nuk kam pa. Vitinha nuk kam pa. Lojtar që ta kënaqin syrin e futbollit. Unë i du me sfëshort. Se mbrojtësat i marrëm prej baltës për 5-6 muaj e bën top. Ose sulmust. Profile tjera dhe ma let ndërtona. Me sfëshori nuk ndërtona. Me sfëshori është truni i ekipit edhe. Çfarë është? Vitinha e keni pa, 1.60, po topin s'ta hub kur. Vitinha dhe Silva i Cityt. Portugezi Majtoko. Parandim të karrierës, po megjithatë shkelçan, topin s'ta hub kur. E çasi s'ka Reali. Për çastë të vujt. Keti kemi. Do ta merr edhe ato, po ball ka pas rol. Faleminderit shumë Black. Ishte kënaqësi. Kishim fol deri në mëngjes, edhe hala kena më fol.
Du me falendru shumë nga zemra, falem për Realin, falem për lojtarët të mëdhej, edhe inshallah tash po dia kthen Reali Jović. Hiç s'ka rëndësi ajo. Ti je tifoz i futbollit. Ishte kënaqësi me qenë me Juve, me bashkëbisedu. Zbesoj që kam jetë hatrin ai kujt na i sani. Përshëndet gjithë shikues të Juve, ju lum për punën që e bëni. Forca mos u ndalni, se fillimet janë të vështira, po gjithmonë kur kalon për vështirësi, pastaj sukseset vijnë shumë më shpejt dhe janë afat gjatë. Kështu që ju përshëndes, ju uroj punë të mbarë dhe shumë sukses. Shohim çfarë bën Reali. Shikues dashur, ky ke emisionin shumë special me Arben Zeqirin. Ky është Luka Modrić, që është mbreti i futbollit definitivisht, që ju përshëndesim. Edhe për fund një dëshirë teme të vogël, Modrić medalja janë vend tretë kampionatin botror. Shihemi.